5 shenja që tregojnë se keni mungesë magnezi, por shumë njerëz i injorojnë ato. Magnezi është një mineral që është i përfshirë në më shumë se 300 procese të rëndësishme në trup, nga funksionimi i duhur i muskujve dhe nervave deri te shëndeti i zemrës dhe kockave. Edhe pse është jashtëzakonisht i rëndësishëm, hulumtimet tregojnë se 15 deri në 20% e njerëzve, madje edhe në vende të zhvilluara, nuk konsumojnë mjaftueshëm magnez. Shumë prej tyre nuk i vënë re shenjat e para të mungesës derisa simptomat të bëhen më të rënda dhe të fillojnë të ndikojnë në jetën e përditshme. Dhimbje dhe dridhje të shpeshta muskulore. Nëse shpesh përjetoni dhimbje të pakëndshme në pulpa, këmbë ose qepalla, kjo mund të jetë një shenjë se keni mungesë magnezi. Ky mineral ndihmon në rregullimin e niveleve të kalciumit dhe lejon që muskujt të tkurren dhe relaksohen normalisht. Kur nuk ka mjaftueshëm magnez, muskujt mund të fillojnë të dridhen ose të kenë spazma në mënyrë të pakontrollueshme. Ndjenja e lodhjes kronike. Lodhja e vazhdueshme, edhe kur flini mjaftueshëm, mund të lidhet me mungesën e magnezit. Është i rëndësishëm për shndërrimin e ushqimit në energji. Nëse nuk keni mjaftueshëm prej tij, trupi juaj prodhon energji më ngadalë, kështu që mund të ndjeni të raskapitur, të pafuqishëm dhe të plogësht, edhe pa ndonjë arsye të dukshme. Rrahje të parregullta të zemrës. Mungesa e magnezit mund të ndikojë në ritmin e zemrës. Rrahjet e pakthyeshme, ndjesia sikur zemra po rre shumë shpejt ose në mënyrë të çrregullt, mund të jenë një shenjë paralajmëruese. Meqense magnezi rregullon sinjalet elektrike në zemër, mungesa e tij mund të shkaktojë aritmi. Nëse përjetoni ndryshime të tilla, sigurohuni që të kontaktoni mjekun tuaj. Humbja e oreksit dhe të përziera. Nëse oreksi juaj është ulur papritur dhe gjithashtu ndjeni të përziera, është e mundur që shkaku të jetë mungesa e magnezit. Edhe pse shpesh i shoqërojmë ndryshime të tilla me lodhjen ose stresin, ato mund të tregojnë çrregullime në metabolizëm dhe prodhimin e energjisë. Në raste më të rënda, mund të shfaqen edhe të vjella. Luhatjet e humorit dhe ankthi. Magnezi ndikon gjithashtu në funksionin e trurit. Kur nuk ka mjaftueshëm prej tij, mund të shfaqen simptoma të tilla si nervozizëm, ankth ose depresion. Ky mineral është i përfshirë në rregullimin e hormoneve dhe neurotransmetuesve, kështu që mungesa e tij mund të prish ekuilibrin emocional dhe të rrisë ndjeshmërinë ndaj stresit. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.